sot jam në anijen më të madhe të flotës Rozafa, që është flota më e fuqishme me SD, dhe kjo nuk është as propagandë dhe nuk është as një ëndër, po është një realitet. Është flota më e fuqishme me SD për sa i takon peshqve pelagjik. Politika tona të qeverisë në këto 6 vite, sigurisht që e kanë çuar në një stat të shumë të avancuar sektorin e peshqimit, se është një sektor që ka performuar shumë mirë këto 4-5 vitet e fundit, duke marrë vetëm statistikat po të shohim, rritja e eksportit është rritur me 3.25 herë më shumë se sa në 2013, dhe pa diskutim, përveç shpirtit si përmarrës si askush të Gjergj Lucës edhe talentit që ka Gjergj Luca për menaxhim, pa diskutim që në ndihmë kanë ardhur dhe politikat e qeverisë, dhe këtu ju kujtoj disa nga gjërat më të mëdha që kanë ndihmuar sektorin, siç është preshtimi nga akciza, nga taksa e qarkullimit dhe nga taksa e mjedisit për naftën e peshqimit, dhe kemi arritur sot që sektori peshqimit ta marrë naftën me çmim burse. Pra sot ishte për shembull 400 lek litri, ndërkohë që në 2014-2013 ka qenë 1700 lek litri i naftës. Përmendim këtu dhe bëjen zero të TVSH-s, gjithë pajisjeve të peshqimit, pajisje elektronike, rrjetave kështu me radhë. Shtohet këtu edhe iniciativën e fundit të qeverisë së bashku me Bashkimin Evropian, që do vënë në dispozicion të sektorit peshqimit 1,5 milion euro, ku do subvencionojmë 50% të ndrimit të gjithë pajisjeve të anijeve të peshqimit. Me ne sot u bashku edhe Moli, që është kryetari, unë kam qejf t'i them kooperativ, kooperativa e peshqimit të Durrësit. Kryetari i kooperativës është një nga legjendat e peshqimit në Shqipëri, dhe mua nuk do të miqet nga mendja dita kur si ministër erdha dhe i dhash në menaxhim kooperativës peshqimit në Durrës të portit të ri të peshqimit, dhe ky burr që shihni këtu, që s'besoj se qan kollaj, atë ditë i dolën lot nga syt. I dolën lot nga syt sepse isha ëndra e këtyne që të kishin një port që ta menaxhonin vetë. Dhe unë jam shumë i kënaqur që sot që erdha e pash ndryshimin si nata me ditën, e asaj ditet kur erdha dhe i dhash Molit i dorëzova urdhrin për dhënien në menaxhim të portit të peshqimit, dhe gjeta një port vërtet modern, dhe në bazë të planit investimeve që më treguan, shumë shpejt këtu do të jetë një nga portet më të bukura të Mesdheut. Ka të dhe unë një fjalë tute kjo mikrofoni ministrit. Mos kishim qenë këto politikat e këtyne, ne kishim qenë me flamur të gris, duke u sill si legena në për Europë. Me çdo flamur të gris, po kishim qenë. Këto muhabetet e zotis janë në rregull, por më ligjoni mua edhe këtij zotis se çfarë them. Mos kishim po këta këto politika, ne jemi këta që jemi këtu.